kur shiniket mësimin tërditor, me qenë se me dim që shkollat private aplikojnë disa prej tyre mësimin tërditor. Kur e shihni mësimin tërditor të aplikuar edhe në komunën e Pesë? Kur krijon ambiente që mundëm brenda një objekti shkollor, ka mësim vetëm para ditën, ato shkolla mund të fillohet e para punës. E dyta është krijohet kuadër shtesë, lejohet kuadër të punësojmë për kuadër shtesë, por kuadër që ka të bëjë me aktivitetet rekreative, me sporte ato cilat i përmet sport, muzik, art, kulturë, në përgjithësi e tjerë. Po gjithë në kohë dhe prindërit ndoshta në një farë forme, edhe ishte është partner dhe të participojnë ndoshta në një farë forme, që pjesëmarrja ati atër do të jep seriozitet më të madh atij mësimi tërditor, sepse në kundërtë nëse mendoj vetëm me lënë si shablon ashtu të vështirë. Këto 2 vite e para nuk besoj se mundet me ndodhë. Të shohim pas 2 viteve a do të kemi mundësi nëse ndatojmë edhe në ndonjë objekt tjetër.